Emocionet në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 janë të ndryshme. Në prajmin e së premtes, Eliona shpreu se ka simpati për Klodin, përsërish brenda se një javë ajo ndryshoi mendje. Teksa debatonin jashtëoborit të shtëpisë, Eliona i tha Klodit se nuk ka më pëlqim për të, ndërkohë edhe Klodi pati një kundërpërgjigje. E njëjta madje akuzoi se e ka dëmtuar në këtë lojë dhe se nuk dëshiron të shfaqet e tillë para publikut. Klodi ndërkohë ka lënë një raport jashtë pa përfunduar, do të thotë një lidhje. Eliona thekson se Klodi ka një lidhje emocionale me të, por fizika e ka me Benitën. Me këtë të fundit gjithashtu është shfaqur e afërt, por nuk i ka dhënë më shumë sinjale. Nga ana tjetër, higjiena në shtëpinë e Big Brother ka qenë prej kohësh një temë diskutimi, jo vetëm mes banore, por edhe tallje në rrjetet sociale. Ndjekësit e formatit kanë kritikuar vazhdimisht mungesën e kujdesit për hapësirat e përbashkëta, duke përmendur pamjet e rregullta, dyshëmet e papastra dhe mbeturinat që janë bërë pjesë e përditshmërisë në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4. Për këtë arsye, vëllai i madh ka marrë masa konkrete për të reaguar ndaj situatës dhe ka ulur nga çmimi i madh 2.000 euro. Sa kaq do të shikohet nëse banorët do të respektojnë pastërtinë e tyre.